Mjekët me urdhër të prerë, nëse flini në krah të majt, urgjent dëgjojeni këtë. Pasi dritat fiken, është koha për të mbyllur syt. Ka të ngjarë të zini të njëjtin pozicion gjumi natë pas nate. Ju mund ta gjeni veten të shtrirë në shtëpi, në stomak, në anën e djathtë ose në të majt. Pyetja që shpesh njerëzit bëjnë është nëse ka rëndësi pozicioni i gjumit gjatë natës. Dhe përgjigjja është se ka disa faktorë të tjerë që duhet të merren parasysh në këtë aspekt. Prej kur keni qenë fëmijë të vegjël na kanë thënë që të fjeturit në krahun e majt ushtron tension në anën e zemrës, por ekspertët rendisin arsyet pse të mos e bëni gabimin duke fjetur në krahun e djathtë, por të flini në anën e majt. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Do të keni një qarkullim më të mirë të limfatikut. Sistemi limfatik transporton dhe lehtëson toksinat nëse ato drejtohen drejt anës së majtë të trupit. Ndryshe nga sa thuhet, është e mirë që të flini në anën e majtë për shëndetin e zemrës. Për zemrën, është më mirë të pompojë gjak përgjatë trupit kur aorta është orientuar drejt anës së majtë të trupit. Do të përmirësoni sistemin tuaj tretës. Nëse flini në anën e majt, acidet gastrike nuk pësojnë në rikthim në ezofag pasi kjo e fundit lidhet me stomakun në anën e djathtë. Fjetja në të njëjtën anë përmirëson tretjen dhe shmang djegjen në stomakut. Do të keni gjithashtu edhe veçori anatomike. Stomaku dhe pankreasi shtrihen në anën e majtë të trupit. Nëse flini në anën e djathtë, stomaku tenton të ushtrojë tension mbi pankreas duke penguar aktivitetin. Do të keni një lehtësim edhe për shëndetin e shpretkës. Gjatë gjumit, toksinat transportohen drejt shpretkës më lehtë në anën e majtë dhe mund të largohen në mënyrë më të mirë nga organizmi. Por nëse ju flini në anën e djathtë, do ta keni më të vështirë që të largoni këto toksina. Gjithashtu, gjumi në anën e djathtë mund të ketë një ndikim më të madh në shëndetin tuaj. Prandaj preferohet që të bëni edhe një ndryshim të pozicioneve tuaja të gjumit, për të evituar kështu edhe komplikacionet të cilat mund të shkaktohen edhe nga ky problem që në duke mund të duket si shumë i thjeshtë. Pozicionet të cilat zgjidhni për të fjetur mund të ndikojnë në aktivitetet tuaja të përgjithshme dhe gjithashtu mund të shfaqin edhe një sër ndryshimesh të drejtpërdrejta. Darka është një vakë të cilën duhet ta konsumojmë minimalisht 3 orë përpara se të shkojmë për të fjetur. Edhe nëse nuk i frenoni dëshirat për të ngrënë brenda kësaj ore, duhet të hani diçka të lehtë nëse dëshironi të kaloni edhe gjumin tuaj më të qetë. Prandaj përveç pozitës së gjumit, duhet të zgjidhni edhe mënyrën më të mirë të konsumit të ushqimeve të duhura. Problemet ekzistojnë në mënyra të ndryshme, por duhet jeni të vëmendshëm në pozicionin më të mirë të gjumit. Edhe nëse shkoni në shtrat në orë të ndryshme çdo natë, shanset janë që të qëndroni në pozicionin tuaj të preferuar të gjumit. Edhe pse, pozicioni juaj i preferuar i gjumit padyshim mund t'ju shijojë ndërsa jeni të shtrirë në shtrat, ka gjasa që mund të shkaktojë edhe disa probleme anësore për shëndetin tuaj, duke filluar kështu që nga problemet e gërritjes deri te dhimbjet e pjesëve të ndryshme të trupit. Prandaj, ju ftojmë të dëgjoni me vëmendje këtë video deri në fund për të bërë edhe ndryshimin për të cilën keni nevojë. Sipas Brightside do të zbulojmë se cilat janë pozicionet e gjumit që mund të ofrojnë përfitimet më të mira për shëndetin tuaj dhe cilat janë pozicionet të cilat duhet i shmangni. Fjetja në shpinë. Ndërsa gjumi në shpinë mund t'ju ndihmojë të mbani lëkurën tuaj të fytyrës pa rrulla për më gjatë, nuk është pozicioni më i mirë nëse vuani kështu nga dhimbjet e mesit, sepse ai pozicion mund të përkeqësojë gjithashtu dhimbjet tuaja ekzistuese. Dhe nëse partneri juaj vazhdon të ankohet për gërritjen, gjumi në shpinë mund të mos jetë një pozicion më i mirë, pasi mund të përkeqësojë kështu apnen e gjumit dhe të shkaktojë një gërritje më të madhe. Nëse jeni zgjuar ndonjëherë me dhimbje të bezdishme të qafës, atëherë gjumi me shpinë mund të jetë i dobishëm nëse e mbani kokën drejt, qafën dhe shtyllën kurrizore në pozicionin neutral, duke ju ndihmuar të parandaloni ndjesinë e dhimbjeve të qafës. Një pozicion i tillë sigurisht që do ju ndihmojë kundër këtyre komplikacioneve,
Pra, për persona të cilët kanë dhimbje të tilla, fjetja në shpinë gjithashtu u rekomandohet edhe grave shtatzana, sepse mund të kufizojnë rrjedhjen e gjakut dhe oksigjenin te foshnja nëse e ndrojnë në pozicioni. Fjetja në anën tuaj të majt. Kur flini në anën tuaj të majt, graviteti inkurajon lëvizjet normale të zorëve duke ju ndihmuar të shikoni edhe më shpesh zgjimin gjatë natës për të shkuar në tualet. Përveç lehtësimit të kapslëkut, gjumi në anën e majt mendohet të jetë i dobishëm për shëndetin tuaj edhe për dhimbjet e shpinës. Mund të jetë një pozicion i cili mund t'ju përshtatet më shumë në rast se keni dhimbje të forta të shpinës. Përdorimi i këtij pozicioni sigurisht mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për çështjen tuaj. Gjumi në pozicionin e anës së djathtë. Nëse shpesh ndjeni se zemra juaj do t'i rrisë edhe rrahjet, atëherë reduktoni kafeinën që pini gjatë ditës, në mënyrë që të keni një shëndet më të mirë dhe të mbani larg gjithashtu edhe problemet e stresit, pasi është hapi i vetëm dhe i dur që duhet të ndërmerrni për të parandaluar këto probleme. Përveç këtyre, ndryshimet në pozicionin tuaj të jetës në anën e gjumit mund të jenë gjithashtu të dobishme edhe për shëndetin tuaj. Prandaj, nëse doni të përmirësoni shëndetin, ndryshoni edhe pozicionin. Gjumi në anën e djathtë në këto raste nuk këshillohet shumë. Fjetja me stomak mund të jetë gjithashtu një zgjidhje që shumë njerëz e bëjnë. Megjithse gjumi në bark mund të zvogëlojë gërritjen, ky pozicion ka shumë të meta krahasuar me pozicione të tjera, të cilat i treguam më herët. Gjumi me stomak mund të shkaktojë dhimbje të forta të shpinës, të qafës, gjithashtu edhe të sqetullave. Madje mund të shkaktojë edhe probleme me shpatullat. Mund të shkaktojë gjithashtu probleme të theksuara të plakjes së lëkurës dhe të ndikojë drejt për së drejti në çështjet tuaja imunitare. Nuk është një pozicion i preferuar dhe gjithashtu mund të ndikojë në çështjet tuaja, sidomos edhe në dhimbjet e shpinës. Pozicioni juaj i gjumit mund të tregojë shumë gjithashtu edhe për ndryshimet të cilat trupi juaj ka nevojë. Gjumi në shpinë. Gjumi në shpinë është më i miri për kyçet tuaja. Ekspertët konsiderojnë këtë pozicion si një zgjidhje mjaft të mirë, sidomos nëse bëhet fjala edhe për dhimbjet e tyre. Zgjidhja për të fjetur në shpinë ju ndihmon gjithashtu të shmangni edhe krijimin e rrullave në lëkurën e fytyrës, pasi ajo nuk do të jetë në kontakt të drejt për drejt për një periudhë më të gjatë kohore me jashtëkun tuaj. Megjithatë, ky pozicion nuk është i përshtatshëm për të gjithë. Për njerëzit që kanë tendencën të gërrasin, pozicioni me shpinë mund të nxjisë edhe gërritje në mënyrë të pakthyeshme. E njëjta gjë vlen edhe për apnen obstruktive të gjumit, e cila shkakton gjithashtu edhe ndërprerje të përsëritur të frymëmarrjes gjatë fazës së gjumit, dhe mundet të shkaktojë edhe komplikacione të tjera të rënda në cilësinë e gjumit tuaj. Gjumi në shpinë gjithashtu mund të shkaktojë simptoma të sëmundjeve të refluksit gastroezofageal. Nëse flini me shpinë dhe keni refluks acidi, provoni të ndryshoni pozicionin tuaj të gjumit. Pozicioni i gjumit në anë. Për njerëzit që priren të gërasin ose për ata për apne të gjumit, gjumi në anë është një alternativë shumë e mirë. Kjo sepse pozicioni nuk pengon ose ushtron ndonjë presion mbi organet tuaja. Për të njëjtat arsye, të fjeturin në anë është pozicion ideal gjithashtu edhe gjatë shtatzanisë dhe ndihmon edhe për ta mbajtur frymëmarrjen e të voglit tuaj më të lirë. Megjithatë, të fjeturit në anë mund të ushtrojë presion mbi shpatullat dhe hijet tuaja dhe të shkaktojë gjithashtu edhe dhimbje. Dhe me kalimin e kohës, gjumi mund të vijë edhe të krijojë probleme të lëkurës, sidomos nëse keni edhe një fërkim të madh në pjesën e anës të gjumit. Gjumi me stomak është një pozicion tjetër i cili nuk rekomandohet, por duhet të shmanget, pasi mund të krijojë plakje më të theksuar të lëkurës së fytyrës dhe të nxjisë gjithashtu më shumë probleme edhe me ushqimet të rënda të cilat i konsumoni. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.